Edhe mëkati i vrasjes mund të falet. E mërkur, 21 dhjetor 2011 në orën 20:10. Bia ime më e dashur, jam unë. Sonte unë vi për t'ju ofruar ngushtim mëkatarëve që besojnë se ata nuk janë të denjë të qëndrojnë përpara meje. Unë ju thras atyre prej juve shpirtrave të gjorë të torturuar, që besoni se mëkatet tuaja janë kaq të neveritshme sa unë nuk mund t'ju fal. Sa gabim e keni. A nuk e dini se nuk ka asnjë mëkat që unë nuk mund ta fal? Përse jeni kaq të trembur? A nuk e dini se madje edhe mëkati më i rënd i vrasjes mund të falet? Gjitha mëkatet mund dhe do të falen nëse tregohet pendesë vërtet e ndjerë me zemër. Unë jam duke pritur. Hapini zemrat tuaja tek unë. Besoni tek unë. Unë jam ndoshta i vetmi mik i vërtet që ju keni, në atë që ju mund të më tregoni mua çdo gjë, dhe kjo nuk do të më trondisi mua. Mëkati është një fakt i jetës. Fare pak shpirtra, përfshirë shpirtrat e zgjedhur, mund të qëndrojnë në gjendjen e hirit për ndonjë kohë të gjatë. Kurrë mos e ndjeni se ju nuk mund të mirëfeni mëkatet tuaja, pavarësisht se sa serioze mund të jenë ato. Nëse ju keni frikë nga unë dhe vazhdoni të më ktheni shpinën, ju do ta largoni veten nga unë akoma më shumë. Shumë nga fëmijët e mi nuk ndjehen të denjë për dashurinë time, por unë e dua gjithë secilin, përfshirë mëkatarët e ngurtë. Unë nuk e toleroj mëkatin. Unë kurrë nuk mund ta bëj këtë. Por unë e dua mëkatarin. Ishte për shkak të mëkatit që unë u dërgova në botën tuaj si një shpëtimtar me qëllim që ju të mund të faleshit. Për të qenë falur ju duhet të kërkoni falje. Kur ju kërkoni falje, së pari ju duhet të jeni të përulur, sepse pa përulësi nuk ka as pak pendes vërtet. Unë shpëtimtari juaj, ju lutem të ndalni dhe të mendoni se si e jetoni jetën. Ju ose e doni hyjnë me veprat tuaja të mira dhe me dashurinë për fëmijën, ose nuk e doni. Nuk është e nevojshme që ju të më njihni mua për të më dashur mua fëmijë. Me anë të veprave tuaja, dashurisë suaj për njëri tjetrin, me mirësinë dhe bujarinë që ju tregoni ndaj të tjerëve, ju e tregoni dashurinë tuaj për mua pa e kuptuar atë. Do t'jetë gjithashtu përmes përulësisë suaj të zemrës, kur ju të tregoni pendes të vërtet për të gjitha keqbërjet në jetën tuaj, që ju do ta vërtetoni gjithashtu dashurinë tuaj për mua. Në ç'tjetër mënyrë mendoni ju se mund t'i afroheni zemrës sime? Ju kurrë nuk duhet keni frikë për t'u afruar tek unë. Unë kurrë nuk jam larg. E jeni tek unë tani që të mund ta ushqej shpirtin tuaj dhe t'ju jap paqen që e dëshironi. Jezusi juaj i dashur. Dashuria ime për njerëzimin ndjehet nga shumë. Për fat të keq, ata që nuk e kërkojnë nuk do ta gjejnë atë. E premte, 21 dhjetor 2012, ora 22:20. Bia ime e dashur, të më doni mua është e thjeshtë. Nuk është e nevojshme të jeni të mësuar në shkrimin e shenjtë. Ajo që duhet të bëni është kjo. Më thërrisni mua, madje edhe kur jeni në dyshim mbi ekzistencën time. Unë do t'ju mbush me praninë time pa pritur. Ju do të ndjeni një dashuri si kurrë ndonjëherë më parë dhe pastaj ju do ta dini të vërtetën. Unë jam i vërtetë. Unë jam atje dhe unë e dua secilin prej jush. Dashuria e vërtetë e shpon zemrën tuaj me një emocion të fuqishëm të bashkimit. Kjo është një dhuratë e dyanshme. Ju do të më doni mua dhe ju do të mrekulloheni se si kjo do të ndodhi. Dashuria ime për njerëzimin ndjehet nga shumë. Për fat keq ata që nuk e kërkojnë, nuk do ta gjejnë atë. Ata që akoma e gjejnë veten të endën të larguar nga unë. Ajo që duhet të bëni është të më thrisni mua që unë të ndriçoj shpirtin tuaj. Lindja ime lajmëron provën e dashurisë së atit tim për racën njerëzore. Ai më dërgoi mua shpëtimtarin tuaj për shkak të dashurisë së tij për ju. Dashuria nuk është diçka që ju duhet ta shpërfillni, sepse ajo është dhurata më e madhe nga Zoti. Ajo e ka përcen çdo ndjenjë tjetër dhe mund të mposhti të ligun nëse e mbështesni atë. Shpirti im i dashurisë, mbrojtja ime, ju mbulon në këtë kohë të veçantë. Ju jeni të mitë. Unë jam në zemrën tuaj. Ajo që ju duhet të bëni është të lejoni dashurinë time t'ju mbushi, sepse kur e bëni këtë,
do të ndjeni paqe të vërtetë. Unë ju bekoj të gjithëve ju. Jezusi juaj. Fjala ime do të jetë si një shpatë që do të coptoj përtej rrëmujës dhe gënjeshtrave. Dhe premte, 21 dhjetor 2012, ora 22:50. Bija ime dashur, koha për mësimet e mia dhe mesazhet e mia të shenjta që të përhapen në çdo cep të botës është tani. Unë do të bëj sigur që libri i së vërtetës i premtuar botës të jetë gati në çdo këmbë dhe në çdo gjuhë. Dishepujt e mi dhe shërptorët e mi të shenjtë do të predikojnë nga të katër cepat e tokës. Biliona do të ndjekin fjalën time dhe shumë më në fund do të lexojnë Ungjillin e shenjtë. Libri i atit tim, Bibla e shenjtë, do të rikthehet dhe fjala ime do të lexohet përsëri. Tani mesazhet e mia sot të përmbajtura në librin e së vërtetës do të jenë ushqim që do të jepet fëmijëve të Zotit kur të bëhet e paligjshme të lexohet fjala e shenjtë e Zotit në të ardhmen. Ju dishepujt e mi, duhet të konvertoni ata që nuk më njohin mua. Nëse ata nuk e dinë se kush jam unë, ata nuk mund të përgatiten ashtu si duhet për mbretërinë time të re. Fjala ime do të jetë si një shpatë që do të coptoj përmes rrëmujës dhe gënjeshtrave. Ajo do të preki mendjet, zemrat dhe shpirtrat e gjithëve. Disa do të marrin pak kohë për ta përtypur fjalën time, por pjesa më e madhe e popullsisë do ta pranojë të vërtetën më njëherë sa t'ju jepet. Ju lutem, të luteni për kurajon, forcën dhe vullnetin për të bërë ato që unë kërkoj nga ju. Kujtojeni ata se unë dash jetën për ata. Tregojeni atyre se koha që unë të vi përsëri është afër. Ngushtojeni ata duke u zbuluar atyre dhuratën e madhe të parajsës së re që unë do t'ju tregoj. Tregojeni atyre se unë jam duke ardhur për t'i shpëtuar ata dhe për t'ju dhënë fund vuajtjeve të tyre. Jezusi juaj. Ju nuk mund të ndani kishën time nga fjala, trupi, sepse atëherë ajo nuk mund të ekzistojë. E shtun, 21 dhjetor 2013, ora 20:13. Bija ime e dashur, ata që t'akuzojnë ty përmes fjalës sime të shenjtë se po ngrihesh kundër autoritetit të kishës sime, duhet ta dëgjojnë thirrjen time. Kisha e krijuar nga unë, Jezu Krishti, u ndërtua mbi një shkëmb të fortë dhe pavarësisht se sa shumë sulmohet kisha ime, trupi im, portat e ferrit kurrë nuk do ta shkatrojnë atë. Satani dhe engjëjt e tij do të sulmojnë vetëm atë që është e vërtetë. Çfarë është e vërtetë dhe çfarë është prej meje. Aty do të përqendrohet e gjithë energjia e tij te kisha ime. Unë jam i pranishëm në kishën time përmes trupit tim e Eukaristisë më të shenjtë. Armiqtë e mi gjithmonë do të vënë në shënjestër Eukaristinë më të shenjtë, pasi ajo nuk është thjesht një simbol i dashurisë sime, premtimit tim për të shpenguar botën. Ajo është trupi im. Ajo jeton dhe merr frymë sepse ai jam unë, Jezu Krishti, i cili banoj në të. Unë do të mbetem i pranishëm brenda Eukaristisë së shenjtë deri afër fundit, por kisha ime kurrë nuk do të vdesi. Fjala ime u bë njëri dhe përmes trupit tim ju fëmijët e Zotit do të qëndroni pranë meje. Kur armiqtë e mi e sulmonin kishën time në të kaluarën, kisha ime bashkoi dhe luftonte kundër kundërshtarëve të saj. Por kur kisha ime sulmohet nga brenda prej shpirtit të keq, ajo do të hasi fare pak pengesa nga një botë jo besimtare. Satani nuk e sulmon veprën e tij. Si biri i njeriut, unë kurrë nuk do ta braktis kishën time, sepse ajo është e padepërtueshme kundër djallit. Djegësit e mi do të qëndrojnë besnik ndaj kishës sime deri në ditën e fundit. Megjithatë, numri i njerëzve që nuk do t'i kuptojnë sulmet, që do të psoj kisha ime nga brenda, do të jetë i lartë. Ata në pjesën më të madhe do të jenë të kënaqur me shumë adoptime që futen në sakramentet e shenjta dhe ligjet e Zotit. Ata do të përtypin gënjeshtrën që jeta moderne bën thirrje për një kishë moderne, që ju duhet sot njerëzve për të qenë në gjendje t'i bëjnë zgjedhjet duke u bazuar në vullnetin e tyre të lirë, pavarësisht se ata e fyejnë apo jo Zotin. Pastaj kur ata e fyejnë Zotin dhe kryejnë blasfemi, kur ata e shkatrojnë Eukaristinë e shenjtë, ata nuk do të jenë më pjesë e kishës sime. Kisha ime do të qëndrojë pa prekur. Kisha ime do të qëndrojë në kamp, për arsye të atyre që do të mbeten besnik ndaj fjalës së Zotit. Fjala që u bë njeri. Sepse ju nuk mund ta ndani kishën time nga fjala, trupi, sepse atëherë ajo nuk mund të ekzistojë.
Unë premtova se unë do ta mbroja kishën time kundër portave të ferrit dhe unë e bëj këtë tani, duke I përgatitur shërptorët e mi të shenjtë besnik të qëndrojnë krah meje dhe të mbeten besnik dhe të palëkundur deri në ditën e madhe. Unë kurrë nuk e thyej premtimin tim. Jezusi juaj.